Lëvizje Legalitet dhe çdo parti tjetër që nga viti 2008 normalisht që e ka dëmtuar kodin zgjedhor, por po marr pas viteve 2008 po të marrim grafikun e votave për zgjedhjet parlamentare dhe për zgjedhjet lokale. Për zgjedhjet lokale pas vitit 2014 vijnë zgjedhjet e vitit 2015, 2019 dhe 2023. Në këto zgjedhje lokale normalisht që në vitin 2015 është herë e parë ku ishte bërë ndarje administrative dhe kishim 61 bashki dhe jo mbi 300 komuna siç ishin, por grafiku i lidhjeve i numrit votave nga 2015, 2019, 2023 ka grafik në rritje deri në dyfishimin e numrit votave. Po të kalojmë tek zgjedhjet lokale, po marr përsëri nga viti 2008. Them 2008 pasi janë bërë ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet të sistemit zgjedhor. Sistem zgjedhor dhe përveç se kësaj, në 2009 është kandiduar me listat tona brenda koalicionit, kemi pas një vot të caktuar. Në 2013 gjithashtu është kandiduar me listat tona brenda koalicionit, kemi pas edhe ati një shumatore votash të prekshme, por vlen për të theksuar se pas 2017-ës, 2021-shin, 2025-ën, përveç se ndryshimeve të pasqyrshme në kodin zgjedhor, që kanë vështirësuar akoma më tepër marrjen e partive në zgjedhje, mënyrën e regjistrimit të tyre, mënyrën e përfaqësimit të tyre, pas 2017-ës u zhdukën edhe përfaqësimi me listat vetjake ku çdo subjekt politik që merrte pjesë në një subjekt zgjedhor ose çdo subjekt i një koalicioni mos kishte mundësinë e paraqitjes së listave veta. Kjo do të thotë që në 2021 ne kemi qenë të detyruar neve, kushdo parti politike që forumet kishin vendosur për të qenë brenda një koalicioni, mos përfaqësoheshin me listat tona, por të përfaqësoheshin me kandidat të përbashkët të përzgjedhur në tryezën e negocimit me Partinë Demokratike si partia më e madhe aktuale politike. Dhe nga 2021, duke u krahasuar gjithmonë me 2009-ën, 2021 ne kemi pas një numër caktuar votash. Duhet ta theksojmë pse jo, me një numër më të pak kandidatësh, por pothuajse dyfishi i vitit 2009 dhe në vitin 2021 kemi në vitin 2021 një numër të konsiderueshëm votash dyfishin e vitit 2009, ndërkohë në vitin 2025 kemi pas një rritje përsëri ashtu siç ju e theksuar, gati dyfishin e numrit të votave të vitit 2021. Normalisht kjo nuk ka pse të modestia të lënë, duke lënë në një anë modestinë, vlen për të theksuar se këtu është puna e çdo legalisti, është puna e çdo strukture, është puna e seksioneve, e grup seksioneve, e nëndegve, e degve, deri tek puna e Këshillit Kombëtar, deri tek puna e kryesisë Partisë Lëvizje Legalitetit, deri tek zbatimi i vendimeve të Kongresit të 21 të Partisë Lëvizje Legalitet që dihet që është mbajtur me 21 janar të vitit 2025 në prag të zgjedhjeve. Pra kjo është punë e gjithë secilit, kjo është punë, thash, një diskutim hap pas hapi i kodit zgjedhor, i mënyrës se si do të funksionojnë koalicionet, i tendencës për të pas kandidaturat me integritet shoqëror, me integritet shoqëror, figura të pastra, figura të reja, figura për cilët ka nevojë parlamenti, figura për cilët ka nevojë politika shqiptare, figura të cilët kanë dhënë për të kuptuar në shoqëri që ato i kalojnë përmasat dhe të një subjekti politik dhe janë gjithmonë në shërbim të interesit qytetar dhe të interesit kombëtar, siç jemi në rast se i gjithë kandidaturave tona janë kandidatura të përzgjedhura, i bindur ndër më të mirat që ka pasur lista e kujdo subjekti tjetër zgjedhor. Mas disa mujsh do ketë radhën edhe zgjedhjet lokale. Në një formulë të fshehtë apo mund të deklaroj? Ju më deklaroj formula, s'ka formulë të fshehtë, politika është e hapur, por gjithsecili ka strategji të hapura, ka dhe të strategji që ndryshojnë, ka dhe strategji të cilat nuk mund t'i deklarojnë pasi janë forumet që marrin vendimet e tyre, por ne gjithmonë presim që pikëpari kjo farsë zgjedhore ose gjithçka që është manipuluar për zgjedhjet 2025 të bëhet e hapur, institucionet përkatëse të marrin vendimet e duhura kundrejt asaj që ndodhi në zgjedhjet e 2025-s, por pavarësisht analizës së zgjedhjeve 2025-s, normalisht që ne jemi të projektuar tek zgjedhjet lokale të vitit 2027, që për një vit e pak janë ato zgjedhjet, gati një vit e 2-3 muaj.
4-5 muaj. Por atë që deklarojmë, këtë mund ta regjistroni, mund ta marrni dhe mund ta deklaroni dhe pas zgjedhjeve, është që Partia Lëvizja e Legalitetit në zgjedhjet lokale do të kandidoj, është marrë vendimi pothuajse se në çdo zgjedhje lokale, por edhe në zgjedhjet e vitit 2027 do të kandidojmë si subjekt zgjedhor në vete, i pavarur nga subjektet e tjera zgjedhore, me listat tona për këshilltar, me kandidat ton për kryetar bashkie, pse jo, me kandidat me bashki ku mund të dakordsohet me çdo subjekt tjetër zgjedhor për të pasur dakordsinë e mbështetjes kandidatëve që të mundsohet që të fitojë ai kandidat që është i mundshëm për zgjedhjet për bashkinë, për komunitetin e vet ku ai do të ai i cili do ta përfaqësoj. Pra edhe një herë e përsëris. Partia Lëvizja e Legalitetit në zgjedhjet lokale të vitit 2027 do të kandidojë si subjekt zgjedhor i pavarur, pa asnjë koalicion, me listat e veta për këshilltar bashkiak në gjitha bashkitë e Shqipërisë dhe me kandidat potencial që do t'i paraqiten komunitetit për t'u votuar. Do më thonë, mund të kemi edhe një kandidat për kryetar bashkie të Legalitetit? Absolutisht po. Po. Për të qenë transparent, ndoshta jo në 61 bashkit, ne do të tentojmë 61 bashkit kemi kandidatët tonë, për të qenë përsëri transparent, pse jo, ku me subjektet e tjera të djallta, me subjektet e tjera të cilët mund të përfaqësojnë një kandidat që i pranueshëm dhe për elektoratin tonë, pse jo ne mund të mbështesim një kandidat të tillë, por gjithmonë kur në ato bashki ku ne kemi kandidat potencial tonë, që jemi që tani në përpunim e sipër dhe do t'i kemi këto kandidat, pse jo të mbështetet nga një subjekt politik. Politika është marrëveshje, është dakordsi, por mbi të gjitha është marrëveshje me reciprocitet. Ajo që Partia Lëvizja e Legalitetit të jetë i varur nga subjektet e tjera politike, pa një marrëveshje të zbardhur, pa një marrëveshje të implementuar deri në fund, pa një marrëveshje me reciprocitet, ku secili të marr atë që e meriton për të qenë i përfaqësuar në elektoratin e vet, për të qenë i përfaqësuar kudo që të jetë e mundur, kjo ka marrë fund dhe nuk të ndodh aq më tepër kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale, ku siç e thash, ne sot kemi rreth mbi 25 këshilltar bashkiak, kemi bashki ku kemi 2 këshilltar, kemi bashki ku kemi kryetarin e këshillit bashkiak, kemi bashki ku kemi nënkryetarin e këshillit bashkiak, kemi bashki ku neve kemi elektorat dhe struktura të organizuara që me patjetër do të dinë se si do përfaqësohen bindshëm në zgjedhjet lokale që do të vinë. Kjo është e vërtetuar, siç e thash, edhe në këto zgjedhje të fundit. Aty kur ka pas kandidatë me siglën e Partisë Lëvizja e Legalitetit, vota specifike, vota e personalizuar e këtyre kandidatëve ka qenë mbi mesataren e votave të 140 kandidatëve të tjerë, ka qenë mbi mesataren e çdo kandidati tjetër të listave të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, dhe vlen për të theksuar, këtu nuk ka ajo që do ta sqaroj kjo, vlen për të theksuar, nëse një kandidat i Partisë Lëvizja e Legalitetit në Shkodër, në Durrës apo në Tiranë vërtet ka marrë 9.000 vota dhe këto vota mund të kenë ardhur edhe nga një elektorat i ndonjë subjekti tjetër politik, por mos të harrojmë se në 6 qarqet e tjera vota e legalistëve ka aty në 6 qarqet e tjera ku neve nuk kemi pas kandidat në siglën e Partisë Lëvizja e Legalitetit, vota e të gjithë legalistëve, normalisht edhe me orientimin e kryesisë Partisë Lëvizja e Legalitetit, por edhe pa pas nevojë për orientimin e votës kryesisë Partisë Lëvizja e Legalitetit, ka shkuar për kandidatët e listave të hapura të koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Kjo e vërtetuar nga drejtuesit e qarkut, e çdo qarku ku ne kemi pas kandidat, kjo e vërtetuar nga ana jonë, kjo e prekur nga ana jonë, kur ne nuk kemi bërë politik në mbështetje të koalicionit vetëm në këto 6 qarqe ku fushat dhe politik në vetëm në këto 6 qarqe ku kemi kandidat, ku kemi pas kandidat ton, por strukturat tona, kryesia e Partisë Lëvizja e Legalitetit, gjithë drejtuesit e saj ka qenë të përqendruar në këto 6 qarqet e tjera ku nuk kemi pas kandidat. E theksoj dhe ngrezerin për arsye sepse përveç se asaj, rezultati u deformua nga makineria shtetërore dhe nga mënyra se si Partia Socialiste e orientoi bërjen e fushatës, ka pas në këtë rezultat kemi informacion që edhe pjesë
të grupimeve të djatha, edhe pjesë të elektoratit të djathtë janë të nduar ose kanë bërë lëvizjen e votës tyre, por kur jo nga strukturat e partisë lëvizje e legalitetit. Kjo është e pranuar nga çdo drejtues politik i çdo qarku. Megjithëse pavarësisht se është e pranuar, ne vetë e kemi të vërtetuar, por përveç se vërtetësisë tonë, kur e pranojnë dhe aleatët tonë që po është e vërtetë që legalistët kanë qenë serioz, kanë qenë mbështetës, kanë qenë pa diskutim në mbështetje të gjithë kandidatëve, e theksojnë ato qarqe kur nuk kemi pas kandidat tonë. Që të thotë është bërë kompensim votash. Nëse ne kemi marrë këto 27.000 vota në 6 qarqe, normalisht kemi dhe vota të tjera që janë dhënë në qarqet e tjera. Partia e Lëvizjes e Legalitetit është e shtri në strukturë në 12 qarqe. Këtë do ta vërtetojnë edhe zgjedhjet e ardhshme lokale, kur neve nuk diskutohet se do të kemi një pothuajse dyfishim të votave të 2020 të vitit 2021 dhe një dyfishim të votave të tashme parlamentare të vitit 2025. Uroj që politika shqiptare, uroj që ato të cilët janë të shqetësuar për këtë kod zgjedhor, ato të cilët janë të shqetësuar për këtë standarde demokratike, ato të cilët i shqetëson mënyrën e funksionimit pluralizmit politik, të bëjnë të mundur që të ndryshohet ligji zgjedhor, të ndryshohet kodi zgjedhor, të merren masa ta tilla të vit dita që shqiptarët të votojnë të lirë, që shqiptarët të votojnë të qetë, që shqiptarët të votojnë të pa intimiduar, që shqiptarët që vota e tyre, vullneti i shqiptarëve të përkthehet ashtu siç duhet, dhe kur vullneti i qytetarëve të përkthehet ashtu siç duhet, pa ndikime, pa manipulime, pa shqitje, pa blerje, normalisht që do të kemi një qeverisje të qëndrueshme, një qeverisje e cila do të çojë vendit përpara drejt zhvillimit, drejt prosperitetit, drejt integrimit. Ju faleminderit.